Rastësisht po dëgjoja pagës më parë në rrjetet sociale debatin e sotëm parlamentar. Dhe debati mes dy përfaqësuesve të pozitës dhe të opozitës ishte a shkon do ti në protest? Mendo se në çfarë niveli ka mbërritur, po themi debati parlamentar, por dhe subkonscienca e secilit prej tyre, nga njëra anë Taulan Balla, nga ana tjetër Sali Berisha, që i thonin njëri tjetrit ti shkon dot, për ty thonin në Burg, Rama në Burg, Berisha në Burg, do të thotë protesta është kthyer, është shndruar në një pasqyrë morale të pozitës dhe të opozitës. Dhe ky është konkluzioni i parë. Sigurisht, protesta i është drejtuar me një nga thirrjet e veta dorëheqjes së kryeministrit. Pra kjo është një kërkesë opozitare. Dhe në përgjigje të pyetjes suaj se ku është opozita, dhe kam përshtypjen e ke fjalën për Partinë Demokratike. Asikundi, sepse jo vetëm numrat e protestave që ajo organizonte ca ditë më parë e tregojnë diferencën e madhe, jo vetëm në numra, por edhe në përbërje. Por tashmë është bërë ditur që është bërë njohur për këdo, edhe më të paangazhuarin, që ajo që quhet opozit, në fakt nuk është opozit, është partia e një njeriu, partia e Sali Berishës, është shndruar thjesht dhe vetëm në një SHPK. SHPK-ja e Sali Berishës, me anë të cilit nuk bën gjë tjetër, vetë se kuron interesat e veta familjare, ekonomike dhe të biznesit. Është kaq e thjesht, është kaq e dukshme, është kaq e njohur për të gjithë publikun, edhe për demokratë, për ata të paangazhuar po, dhe unë besoj që është një nga motivet kryesore se përse të papërfaqësuarit dolën në shesh. Nëse opozita, kushdo qoftë ajo, do t'i përfaqësonte në vlera, në aksion, në verb, në përmbajtje, në sinqeritet, lufta do të ishte në parlament, s'do kishte nevojë të zbrisnin në shesh. Por me sa duket, po është e sfiduar ndërkohë, ju thash, edhe opozita, më së shumti opozita që ka humbur, themi këtë, ka humbur të vetmen trofe që kishte, sheshin. Nuk ka asnjë figurë, asnjë personazh nga ata të cilët ju mundove të imagjinoje se ka tek Partia Demokratike. Pra nga enturazhi i Sali Berishës. Asnjë, zero. Kjo sepse janë provuar në të shkuarën, ishin para një mundësie të mirë, gjatë luftës madhe brenda Partisë Demokratike, kampeve të mëdha të Partisë Demokratike, po një grup, një kamp, ishte ai i cili thoshte po, kjo Partia Demokratike, nuk e ka të ardhmen me fytyrë nga e shkuara, pra me fytyrë nga Sali Berisha. Duhet ta kishte nga e ardhme, nga perëndimi, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me thënë drejtën. Dhe ishin goxha nga këta deputetët që janë edhe sot, me thënë të drejtën. Ishte e vështirë, unë e pranoj. Ishte test karakteri, e pranoj dhe këtë. Pak kush e kaluan këtë lloj testi. Shumica dërmuese, kokën ulur, bishtin dëshal, duke lëpir ato çfarë kishin pështyr ca kohë më parë kur ishin aty rreth e qark Lulzim Bashës në luftën kundër Sali Berishës, shkuan tek Sali Berisha. Si këlysh të rrahur. E nga këta unë nuk pres asgjë që një moment të bukur të dalin, të braktisin Sali Berishën, të shkojnë te kauza e qytetarëve dhe të shpëtojnë në një farë mënyre opozicionin në këtë vend. Zero mundësi, zero shpresë, sepse kjo lëvizje që është bërë aty në shesh, në bulevard, është lëvizje e një shtrese politikisht të emancipuar. Aty ka shtresë të mesme, ka biznesmen,
ka ekologjist, ka anarshist, po, ka influencer, ka të djathtë dok që nuk janë përfaqësuar asnjëherë. Po këta janë njerëz të cilët në thelbin e tyre kanë karakterin. Nuk janë sklevër të nënshtruar për interesat vogla politike, punësimi tek pronari i radhës i partisë. Dhe ka një kresh të madhe, ka një frakturë të madhe midis atyre që ndodhen tek oborri i Sali Berishës, me përfaqësimin cilësor që është në atë shesh dhe në atë bulevard. E ndjen dhe këta vetë. Prandaj dhe nuk bëjnë akte, sepse akti do t'ishte me 2 akte në fakt, me 2 hapa. 1. Braktis anijen që po mbytet atë të Sali Berishës. Është kjo një kërkesë e sheshit, apo jo? E braktis në mënyrë sinqert, bën një mea culpa dhe shkon edhe bën përfaqësimin, jo protagonistin, bën përfaqësimin në parlament të interesave të sheshit. Pastaj është sheshi, është publiku, nëse e shef që e kalon testin me cilësi, e kalon me sukses, të përthith, të bashkangjitet, se jo e me radhë. Shikoni se ç'ndodh me këta. Këta paradite janë me Sali Berishën, me njërin prej pjesë të sistemit që sheshi dhe qytetarët duan ta largojnë, dhe mbasdite në mënyrë hipokrite, në një formë pa cipe dhe pa skrupulli, duke sikur mbështesin protestën. Është sjellja më oportuniste e mundshme dhe më pamoralshme. Ndaj asgjë e mirë nuk mbin aty në oborrin e Sali Berishës, siç edhe në oborrin e Edi Ramës, janë. Sepse vetë sistemi politik që kërkohet të largohet është kaq i fortë, i ndrydh kaq shumë njerëzit, sa duhet një kockë e fortë njerëzore dhe morale që duhet ta mbartin këta njerëz që të dalin dhe të shpërthejnë këtë sistemi. Kështu që e i vetmi diskutim edhe për këtë pjesë grupim të partisë Sali Berishës do të shkojnë të gjithë mbas fatit biologjik dhe politik Sali Berishës, ka që thjesht. Është e drejtë për ta parë në mënyrë panoramike, Luli, siç edhe ti e parashtrove. Vetëm në këtë mënyrë mund të nxjerrësh një konkluzion deri në këtë fazë, deri në këtë moment. Sigurisht nuk kisha asnjë lloj njohurie për zonjushën Koçeku, përveç faktit që ajo donte në parlament të fliste në dialektin e vet, që me thënë të drejtën, unë jam mbështesja në distancë, sepse dialekti, shqipja në dialekt, sigurisht është edhe një çështje e identitetit të vetë njeriut, po edhe të zonës apo të njerëzve që përfaqëson. Përveç të tjerash edhe më pëlqen me thënë drejtën. Dhe ky ishte vetëm episodi i vetëm. Fakti që u distancua me aq informacion pak sa kam, unë dua të besoj që është distancuar për shkak se ajo ka parë që ajo madhështia, miti i forcës të Edi Ramës, krahasuar me atë që po ndodh në shesh, ka filluar të mpaket. Këtë e konstatoj vetë. Por ka arritur sinjal edhe tek ajo zonjush. Sigurisht mund të ketë pasur edhe momente apo motive të vogla të bashkëjetesës në grupin parlamentar. Nuk më bën çudi, e njoh frymën ushtarake të mënyrës se si administrohen deputetët në atë grup parlamentar, sidomos se ata janë rishtar, që konsiderohen si të paditur, që nuk kanë mundësi të kenë retorikë cilësore, e me radhë, mund të jenë edhe këto. Por unë kam përshtypjen dhe dua të besoj, edhe për arsyet që ti Luli the pak më parë, për zonën që ajo përfaqëson, që të jetë po kokë fort. Këtë e ka pranuar dhe Rama. Mua më pëlqejnë njerëzit që janë kokë fort, që janë kryeneç me të drejtën, jo tekanjozës.
Sepse është çështje e shpresë morale dhe ajo që thash pak më parë për partinë e Berishës, mbete për partinë e Ramës, këta kanë arritur që të vendosin grushtin e fort të rrep të repartit ushtarak të autokratit, se kanë gjetur dele aty përballë. Ndaj është shenjë e mirë që nëse ka edhe nga ata që mund të konsiderohen si kokë fort, kryeneç që i qëndrojnë së vetës me të drejtë, konsistent dhe koherent në qëndrimet e tyre, kjo është morali me thënë të drejtën. Dhe jam i bindur me thënë drejtën për te gjithë diplomacive që mund të përdoren këtë rast, jam i bindur që ka ikur pikërisht për këtë çështje. Nuk ka zë brenda grupit parlamentar, nuk ka pasur mundësi që zërin atyre njerëzve atje të mund të çojë, ka parë se ç'ndodh brenda politikës së vjetër ku ajo ka shkuar me vullnet kam përshtypjen. Tashmë është i ka dalë panorama dhe pasfyra përballë, me sa duket i është përzier dhe ka refuzuar. Ky perceptim jemi përforcohet edhe nga dy fakte. Unë besoj që ajo është kërcënuar, ajo jo vetë jo drejt për drejt, por ndoshta familjarët e vet. Sepse më bëjnë shumë gjëra që janë koincidencë, më bëjnë përshtypje. Është gjetur një bandë kriminale, dhe gjithë e dim që kjo bandë kriminale ka punuar për Edi Ramën, që këta e kanë si kod komunikimi në fakt me përfaqësuesit të njëjtës zonë që të çojnë kërcënimin. Më bën përshtypje fakti tjetër që në mënyrë të rrufeshme të gjithë kolegët dhe koleget e saj të rinj e sulmuan pa ditur realisht asnjëri prej tyre cilat janë arsyet, pse ka ndodhur e me radhë. Pash një koleget vet nga Vlora që sulmonte si hasmin e vet. Pash një deklarat sot të Taulant Ballës që thoshte po duhet të shkoj të bëj kallëzim me radhë, pra si një gjë e huaj, jo si një gjë e tyre. Kjo më bën të kuptoj që akti i distancimit të Zënjush Koçekut nga Partia Socialiste është i real dhe i sinqert. Dhe kam dëgjuar këtë historinë që dorëzon mandatin, jo s'duhet ta dorëzoj mandatin. Asnjëri në Partinë Socialiste nuk është se ka një mandat vetin të marrë. Është në sistemin që kemi ne, janë në vota të mbështetësve të verbër të subjektit përkatës, edhe në Partinë Demokratike. Mos e rrej mendja njëri. Janë thjesht dhe vetëm vota të marrë të siglës. Por kjo kërkesa e edhshme që i vinte nga të gjitha anët, dorëzo mandatin, në fakt nuk bën gjë tjetër veç se e konsideronin atë si një dru të shtrembur. Në fakt është dhe një mandat më pak nga ato çfarë ka Rama, me idenë që ta merrte sklavi radhës. Zonjusha nuk do duhet ta jap fare mandatin. Mbase mund të ketë një diskutim të aspektit moral, a e ka të vetin, a se ka të vetin, ka vota që e përfaqësojnë, apo jo, po unë të them këtë gjë. Kur Edi Rama e ka përzgjedhur, diçka ka parë tek ajo. Ka parë një vlerë, qoftë edhe përfaqësimin, qoftë ndoshta edhe aktivizimin që ka pasur në shoqërinë civile, qoftë edhe për gegnishtën e vet, pse jo. Ajo zonjush e ka një vlerë, të vogël, të brisht. Tashmë vlera e saj është bërë publike, është për tu parë nëse se si do të vazhdoj dhe nëse qëndrimi i saj është pikërisht i tillë. Unë nuk jap këshilla në këto raste, por e shoh të udhës që qëndrimi që do duhet të mbante një deputet që distancohet nga Bataku do duhet të jetë aty në parlament dhe t'ia plas në ballë Ramës dhe Berishës. Pa pasur ndonjë shpresë që mund të rizgjidhet. S'ka problem, mund të mos rizgjidhet. Ama për kaq kohë sa ka ngelur dhe s'jam pak, 3 vjet e gjysmë ndoshta, 3 vjet, të paktën fjalën që do thot
do t'i dalë nga shpirti, do të mbush gojen, do të dëgjohet me ëndje, do të lër emër. Për të qenë një deputet, ka që ka vlerën. Të shofim se si është, kam përshtypjen, ju thash dhe njëherë që ndoshta është edhe familja e saj apo edhe vetë nën kërcënim, duhet domosdoshmërisht, urgjentisht, spaku, për shkak se ajo është deputete, në mënyrë me iniciativët vetë hap një çështje dhe të filloj hetimi përkatës. E para, do duhet thënë diçka tjetër, pa fytyrësinë e një qenie njerëzore, e cila ka një stomak kaq të fortë sa të pranojë që edhe të shahet në korë nga sheshi, dhe nuk janë sorosian, është i gjithë sheshi. Kanë qenë për ditë aty. I gjithë sheshi, dhe nëse ka një slogan i cili kumbon më fort nga fillimi deri në fund është Ramanburg, Berishamburg. Kupton fare mirë se për çfarë stofe është bërë një personazh njerëzor, një qenie politike si Sali Berisha. Pranon edhe këtë lloj sharje, këtë lloj fyerje, këtë lloj refuzimi masiv. Dhe bën sikur nuk e dëgjon. Tashmë është e vërtet fakti që thatë që në fillim ai ishte i vërteti. Ishte i vërteti ai i cili i shau, janë ca të Sorosit, janë ca ekologjist, mbron investimet e huaja, në fakt nuk është investim i huaj, është investim shqiptar. Këto historit që mund të paraqiten 1, 2, 3 njerëz me shtetësi bullgare, ruse, të regjistruar në Amsterdam, në offshore, këto janë histori që i kanë parë shqiptarët me kohë me vakt. Si çdo histori tjetër me Edi Ramës, qoftë edhe për ndërtimet masive në Tiranë, qoftë edhe për Alabarin e famshëm që nuk është gjallë tashmë në Durrës, asgjë tjetër janë investime të cilat kanë një emër, është një mekanizëm i vendosur në praktik i pastrimit dhe riciklimit të parave të krimit të shqiptarëve, të grupeve të strukturuara kriminale shqiptare. E në këtë pikë, Sali Berisha që e di fare mirë se çka qenë, doli në mbrojtje, janë investime të huaja, me idenë se gjasme janë investime amerikane. Në fakt, asgjë s'ka amerikane aty, përveç ndoshta angazhimit si ndërmjetës të dhëndrit të presidentit Trump. Këtu fillon dhe këtu mbaron, por nuk është as pak investimi huaj. Sali Berisha e bëri këtë histori që mbrojmë investimet e huaja me një qasje prej sklavi pa dignitet, sepse mendojnë ato fillim që nuk do të dalin ndaj kundër Donald Trump. Mendoni çfarë lloj sjellje oportunizmi, servilizmi pa shtyllë kurrizore. Në momentin kur pa që nuk ishte shaka, nuk ishte çështje flamengosh, nuk ishte çështje ekologjistësh, por doli qytetaria e Tiranës. Ajo që ka munguar historikisht, të paktën pas 92-shit, Partisë Demokratike, me nuhatjen e vet e kuptoi që këtu po sfidohet ai vet. Po sfidohet ai që tham diskutuam fillim, po diskutohet ekzistenca e Partisë Demokratike si opozit formale. Në fakt, kështu ka ndodhur. Dhe si një njohës i vjetër i politikës, thjesht dhe vetëm kacavirret. Mendoni, në qoftë se do të vazhdonte të mbante qëndrimin e parë që s'ka punë me ne s'kemi punë me ata, distanca midis dimensionit masiv të sheshit dhe të bulevardit, cilësisë përfaqësuesve aty, dhe grupeve gjithmonë më të vogla të foltoreve të së hënës, të ngratët njerëz që vinë aty se s'kan ç'bëjnë, diferenca në pamje do të ishte e madhe dhe kjo do të krijonte në mendjen e njerëzve atë që ka krijuar në fakt do ta përforconte ende më tepër që as opozit formale nuk është Sali Berisha, dhe kam thënë këtu ke ju dhe kudo tjetër që synimi vetëm është që të jetë opozita e vetme ekskluzive mundësisht. E pak të rrezik. E pak të rrezik dhe ndaj mbajti që qëndrimin që po, unë nuk po vi, po ju do të shkoni të Partisë Demokratike. Diabolike si sjellje. Dhe një tjetër sjellje dhe një komponent tjetër është edhe oportunizmi. Ta them dhe këtë se kam parë aty. Ka shumë demokrat, njerëz të ndershëm,
të vuajtur. Të vuajturit e vërtet në fakt, edhe në këto 13 vite, po ndoshta edhe më përpara, që besojnë te Partia Demokratike, të cilët kanë ardhur aty edhe pa ju thënë Sali Berisha. Njerëz të lindur e të rritur në protesta. Protestën e ka pasur modus operandi politik. E ka parë Sali Berisha që ajo protest vetiu po ja rrëmbente njerëzit dhe po e linte vetëm. Sepse kjo është çfarë i ka ndodhur Sali Berishit. Braktisja. Protesta nuk bëri gjë tjetër veç se e shtoi procesin, e përforcoi, e përshpejtoi procesin e braktisjes. E për këtë çështje që të mos bëje dukshme braktisja masive që po i ndodh, gjasme ju atashua protestës. Janë lëvizje të dëshpëruara në agoni qoftë edhe një personazhi politik siç është Sali Berisha, edhe të asaj që i quan parti politike, sepse po ju them diçka. Mbas këtyre protestave masive, imagjinoni, bën dot protesta më Sali Berisha? E vetmja gjë i kishte ngelur, as ato nuk i bën. Kështu që ka humbur edhe sheshin. Dhe kur ka humbur sheshin, se fjalën nuk e ka, besueshmërinë nuk e ka, retorikën nuk e ka, mbështetjen qytetare nuk e ka, sheshin e kishte uzurpuar me forcë dhe me para, se din fare mirë se i ka bërë ato protesta me shpenzime të mëdhaja, edhe pse jo masive, duke humbur dhe këtë, praktikisht ka humbur ekzistencën e vet. Në faqen zyrtare të Departamentit të Shtetit, njoftimi vazhdon të jetë i varur në mur. Ai dhe familjarët e vet janë të dezinjuar si non grata. Nuk e kanë hequr as sot. Dhe nuk besoj që kanë harruar. Dhe nuk besoj që nuk kam parë që në 21-shin i ka ndodhur kjo gjë. Para kjo. E dyta, po është e vërtet, edhe në festën e organizuar një ambasadë amerikane dje, në Tiranë nuk ishte i ftuar. Qysh, nëse do të kishte ftesë, ta them unë me aq sa e njoh, që jo vetëm do të kishte shkuar me vrap, me gjithë enturazhin e vet, por do e kishte bërë të madhe, si shenjë madhe që ky ngadhnjeu mbi amerikanët e vjetër armiq të këtij. Do të thotë që qëndrimi politik që mbarte ai akt dezinjimi, raporti politik është i njëjti. Raporti i lëvizjes, pra së drejtës së lëvizjes, sigurisht ka fituar, të shohim do shkoj apo jo, ka fituar një mundësi për të shkuar në Shtetet e Bashkuara. Transparencë plot nuk ka. I pari do duhet ishte ai që ta bënte. Dhe cila do të ishte? Jo që më është hequr non grata. Dakor, ta pranojmë. Pyetja është, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me një akt të shkruar, po doni ju dhe formal, i kanë hequr këtij etiketimin si minusi i demokracisë? I përfshirë në korrupsion masiv ai dhe familjarët e vet? Se këto janë arsyet thelbësore. Jo çështja nëse ishte non grata apo jo, shkonte apo s'donte, kalonte apo jo. Jo, jo. Këto etiketime të natyrës politike të bëra nga një administratë e mëparshme, jam dakord. Kjo administratë aktuale ish bën? Nuk i njeh më? Ky është thelbi. Loja që bëri Sali Berisha me Partinë Demokratike dhe me Demokratët ishte lojë makabre e tregon situata aktuale. Ai dhe Edi Rama janë tashmë non grata nga sheshi dhe bulevardi i Tiranës. Por ai ka një problem tjetër, me thënë të drejtë, që nuk është kryer dot. Testi i politikanit të shëndosh, i njeriut burr shtetas, i njeriut i cili mendon për tjerë dhe jo për veten, nuk tregohet tani nëse ka aftësinë të blejë një vizë për të shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Parat nuk i mungojnë, as atij as familjarëve të tij. E kishte në 2021.
Nëse ka pasur bindjen që ishte e pa drejt në atë kohë, nuk duhet ta përfshinte Partinë Demokratike, nuk duhet ta përçante, nuk duhet ta shndronte thjesht një parti berishiste duke larguar gjithë pjesën tjetër. Dëmi duhet ishte bërë atëherë. Atëherë duhet tregonte që edhe pse e kishin dezinjuar si minues të demokracisë, ky ishte kaq burr shteti i madh që dilte mbi gjitha këto lojrat e vogla, por nuk ju bënte keq demokratëve dhe Shqipërisë. Aty tregohet njeriu që është grata për vendin e vet, që u a di mirë, punon për ta ardhmen e këtij vendi. Jo, për gjithçka, thjesht dhe vetëm për interesin e vet personal. E ka thënë me gojën e vet. Kjo parti nuk meriton të ekzistojë nëse nuk më mbron mua. E shkatroi, e çoi në luftë civile, hodhi helmin, e zvogëloi, e mpaku, arriti deri edhe në pazare me Edi Ramën, i dha pushtetin Edi Ramës me pazaret që bën, dhe ka shndruar thjesht dhe vetëm atë që thash në fillim, SHPK-ja, Sali Berisha, objekti i veprimtarisë së SHPK-s është sa më shumë leje ndërtimi dhe sa shumë transaksione me qeverinë e Edi Ramës për të fituar sa para. Këtu fillon dhe këtu mbaron ajo se çfarë është grupimi i tij.